Bashkia e Liboovës ka ndërhyrë gjatë kësaj periudhe me investime në disa rrugë të lagjeve të brendshme të qytetit me qëllim për mirësimin e infrastrukturës. Përqendrimi i investimeve ka qenë kryesisht te rrugët që paraqesnin vështirësi për banorët. Sipas përgjegjësit Afrim Çomo, puna do të vazhdojë edhe gjatë periudhës në vijim me synim për të investuar në të gjitha lagjet ku ka problematika. Ne kemi ndërhyrë në disa rrugë të qytetit. Këto kemi të përfunduara një pjesë të mirë me beton. Këto falë fondit të zhvillimit që na kanë ndihmuar me këto kontrata. Kemi përfunduar disa nga këto rrugë. Rrugën Arshik Pipa, rrugën që ikën për në lagjen e të Sunatëve, rrugën e Kalista dhe jemi në vazhdim në lagjen e Marinës së Sipme. Janë akoma lagjat e Qefush, lagja këtu në Çepaj, në Marinë të Poshtme, që kemi në vazhdim për të përfunduar. Ka filluar lagja Baido për të shtruar me beton, kjo është investim nga bashkia. Përveç qytetit, bashkia ka ndërhyrë edhe në zonat rurale duke u fokusuar tek segmentet më problematike. Rruga Çayub Topov është e përfunduar. Firmoset kontrata për ndriçim LED në disa fshatra ndeja, si Topov, Sheper Nivan deri në Su. Pjesa tjetër është zbardhur dhe jemi në pritje për asfaltimin e kësaj rruge deri në Poliçan. Investime kemi për të bërë në fshatin e Pravisht, rrugë me beton, prapë në fondi zhvillimit, në fshatin Bulo dhe fshatin Labove Sipme. Këto investime të bashkisë së Liboovës synojnë të përmirësojnë cilësinë e jetës së banorëve, duke siguruar rrugë të shtruara dhe të sigurta si në qytet, ashtu edhe në zonat rurale. Plani vazhdueshëm i ndërhyrjeve tregon për kushtimin e institucionit për zhvillimin e infrastrukturës dhe mbështetjen e komunitetit në të gjithë territorin e bashkisë.